Ore zotëri, të lutem mos e përkëdhel Kalin se e kanë përkëdhelur shumë veta sot dhe bezdiset Kali. Kjo është dëshmia e Kristo Memës, një ish dënuar po për vrasje me 22 vite burgim, i cili shprehet se si qëlloi në gjak nxehtësie sipër turistin Keli Hoxha. Vrasësi e ka shpjeguar veten duke thënë se qëlloi në gjak nxehtësie sipër, pasi dëgjoi sharje nga turisti duke shtuar: "Nuk dua të justifikohem për atë që bëra, për mua më vret fjala se një grusht apo plëmb dhe kur më fyin unë nevrikosem shumë." Ngjarja e rëndë ndodhi në Berat në 28 tetor dhe në dosje rezulton të jenë pyetur edhe familjarët e të ndjerit, i cili jetonte në Angli, mes tyre e ëma dhe bashkëshortja. Kjo e fundit, Vjollca Haxhia thot se bia pa një kal të bardhë të lidhur, ju afrua dhe pran kalit nuk ishte njeri dhe vajzës i erdhi keq, tha gjuna pse është lidhur. Vajza dhe Keli po prihnin kalin dhe në atë moment doli i Zoti. Ai tha mos e prekni, nëse do ta prekësh, duhet të paguash. Keli i tha, po s'ka gjë more burr, ne thjesht e prekëm. Personi u acarua dhe filloi të shante më vonë. Kur i kthyem shpinën dhe u nis të ikte, personi e shau dhe e pështyu disa herë. Kur e qelloi unë nuk e pash, por pasi e qelloi Keli erdhi dhe më tha: "Lajmëro ambulancën se më theri."